Pika tjetër është shqyrtimi i propozim vendimit për emërimin e drejtorit të përgjithshëm në drejtorinë e përgjithshme të akreditimit. E ftoj Ministrin e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, zonjën Rozeta Hajdari, që ta merr fjalën. I nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra e zëvendës ministra, lejoni që në emër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë si barë se këtij propozim vendimi për emërimin e pozitës së drejtorit të përgjithshëm në drejtorinë e përgjithshme të akreditimit të Kosovës, shkurtimisht të paraqes arsyeshmërinë e propozim vendimit. Akreditimi si një proces me rëndësi të lartë për ekonominë vërteton cilësinë dhe besueshmërinë e institucioneve dhe bizneseve, pasi që përmes këtij procesi vlerësohet përputhshmëria e produkteve dhe proceseve shërbimeve me standarde ndërkombëtare dhe vendore, duke garantuar kështu që ato të ofrojnë një nivel të lartë të cilësisë. Procesi i përzgjedhjes për këtë pozitë të nivelit të lartë drejtues është zhvilluar në mbështetje të nenit 49 të ligjit numër 08/L197 për zyrtarët publik, nenit 16 të rregullores së qeverisë numër 15/2023 për procedurën e pranimit në shërbimin civil e ndryshuar dhe plotësuar me rregulloren numër 5/2024. Tutje komisioni vlerësues pas zhvillimit të gjitha fazave të procedurës rekrutuese ka hartuar raportin e përzgjedhjes së kandidatit për pozitën drejtor i përgjithshëm në drejtorinë e përgjithshme të akreditimit të Kosovës. Andaj, bazuar në raportin e lartë përmendur, ju propozoj që në këtë mbledhje të qeverisë ta miratoni propozim vendimin për emërimin e zotëri Irfan Lipovica në pozitën drejtor i përgjithshëm në drejtorinë e përgjithshme të akreditimit të Kosovës. Ju faleminderit. Faleminderit Ministra Hajdari. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstinim s'ka, konstatojmë që miratohet.